pse u prishët ju me Lapajnë? Po ta rikujtoj edhe një herë që unë jam avokat i popullit. Unë mund të garantoj të drejtën e Adriatikut për të thënë çfarë ti do i qefi, çfarë të shkojnë kokë, po nuk mund të interpretoj gjërat që Adriatiku thot apo një ngjarje politike që për hir vërtetës na ktheu neve në një telenovelë të. Dhe unë këtë do e thuaj që është në pyetjen e dytë që kisha në plan. Praktikisht unë kam qenë mosbesues ndaj disa prej të rinjve për arsye se kam vënë re që ndryshe nga politikanët e vjetër që kanë 1001 mëkate, kam pasur një lloj konsistence. Tek të rinjt kam vënë re që aftësia për të marrë një post i bën është shumë më tunduese se sa disa raporte. Kam pasur mosbesim ndaj jush dhe më ndodhi. Për një mandat deputeti, plasët ti me Lapajnë, partia tjetër me të, do më thënë, ky ishte një zhgënjim dhe për gjithë ata njerëz që ju dhanë votat ju, zoti Shabani. Atë edhe unë nuk dua jo si avokat i popullit tu, po si Endri Shabani, po nuk dal dot sepse unë do iki nesër në mëngjes do iki në zyrë dhe unë përfaqësoj disa njerëz se cilët kanë bindje detyre politike. Megjithatë dua të shpjegoj diçka. Unë kam qenë i renditur i 14 në listën. Pra ishin 12 të mbyllurit, i 13 i Adriatiku, unë isha i 14. Tani vagoni i 14 nuk mund të pengoj rrugën e vagonit të 13. Kështu që mendoj që është një pasaktësi që të më faturosh mua konflikt për mandat, sepse ky mandat ka qenë i mbyllur e bisedë, unë as kam pas mundësi ta pengoj, as nuk kam pas dëshirë ta pengoj dhe kam pasur dëshirë që kjo çështje të zgjidhet sa më shpejt. Nuk u zgjidh për të keqen tonë. Deputeti i Shqipëria Bëhet votoi për ju? Nuk e di, po ishte në sallë. Ishte në sallë. Po 85, ma nxjerr edhe një herë tabelën? Lutem. Tabelën e zgjedhjes. Ka qenë. Ana Dajko ka qenë prezente në sallë. Jo, dua vetëm tabelën. 85, janë 3 vota kundër, por nuk mund të them. Kështu që nuk e di. Mendova që janë të gjitha. Çfarë duhet avokati i popullit? Çfarë të bësh? Do keni 5 vite kohë për ta parë se çfarë do bëj. Unë dua për çfarë ketin kokë, se duhet kesh një gjë në kokë kur hyn aty. Padyshim. Kemi një instrument që nuk është përdorur mjaftueshëm, që është e drejta jonë për të çuar projekt ligje në parlament. 2 projekt ligje që ne kemi duke bërë gati që tani, e para është për të garantuar që pensionistët me pension minimal dhe familjet në nevojë të kenë një minimum të shërbimeve etike, pra të kenë një minimum energji elektrike falas dhe një minimum ujë falas, pra mos i pritet uji dhe energjia elektrike, të paktën për drita, për televizor, për frigorifer. Për jetesën më minimale, normale. E dyta është për të garantuar ushqim falas në shkollë, pra për të garantuar mundësim për ushqim, por ushqim falas për familjet në nevojë, sepse ne kemi arritur të studiojmë që fëmijët që vinë të pa ushqyer nuk arrin do të performojnë mirë në shkollë dhe kjo pastaj krijon një pabarazi që fillon dhe akumulohet. Kto janë 2 nisma që ne po i përgatisim, jemi duke përgatitur disa raste ku mund t'i adresojmë gjykatës kushtetuese. Ju do shikoni 5 vite një performancë tjetër të avokatit popullit, jo vetëm për shkak të profilet që unë kam, po edhe për fakt që aty është bërë një punë e jashtëzakonshme, thjesht nuk është promovuar. A do keni ju një kurajo, po e di sepse unë kam ndjekur zonjën Ballanca dhe ka qenë aktive në shumë gjëra. Thjesht që nuk e kanë promovuar. Me mediat, zoti Shabani? Ballanca ka qenë goxha e hapur me mediat. Unë do përpiqem që të shpenzoj më shumë kohë në punë se sa në komunikim me media, por është domosdoshme. Komunikimi do thotë dalje në televizor. Jo, kur them komunikimi me media, do them lehtësim edhe i punës media. Transparencë totale. Unë kam kohë që kërkoj për shembull intervistë me persona që janë sot burg ose takim me persona që janë sot flas persona politik. Është pjesë e punës time të përditshme dhe askush nuk çan kokë. Kjo është një nga problemet. Kjo është një drejt kushtetuese e imja dhe një drejt profesionale si gazetar, po edhe si qytetar. Apo unë kam të drejtën të shkoj të pyes njerëz që janë sot në akuzë në burg për të ditur edhe të vërtetat e tyre, janë vlen me punën time të përditshme, por qoftë edhe si njeri, domethënë po marr një gjë, po ka edhe shumë raste të tjera sa duash. Një nga komponentët e avokatit popullit, një nga komisionerët merret në mënyrë direkte me burgjet. Ditën time të parë të punës ne kemi shkuar për të inspektuar kushtet në rajonin numër 1. Ne do bëjmë një monitorim në burgjet e tjera. Kemi, po të shohësh raport avokatit popullit, ka shumë probleme me burgjet në Shqipëri. Jo vetëm ju, se ju e zgjidhni sepse jeni gazetar me influencë. Nuk po flas vetëm për personat që duan të ndjek rrugën normale, por nuk probleme, a futem mund dot në një burg. Pikërisht. Roli ynë është që edhe një gazetar me një profil më të ulët se tuajin, që nuk e ka por edhe një qytetar, edhe një familjar apo një qytetar, ti garantohen të drejtat kushtetuese. Për këtë, padyshim, ky është institucioni i avokatit popullit. Kjo është një nga betejat që ne kemi. Por për mua, themeli është të luftojmë pabarazin. Është një nga anglisht thënë drive, pra një nga motivimet e mia kryesore në
çdo gjë që bëj, edhe si pedagog. Edhe unë kam qenë në Francë, një nga lëndët që unë kam dhënë mësim, që e kam krijuar vetë, ka qenë politikat e pabarazisë. Unë besoj që ne duhet të krijojmë shanse të barabarta njerëzve, po kur shteti abuzon, kur shteti shpërdoron pushtetin që i është dhënë dhe qytetari është i pabarabartë në raport me shtetin, padyshim që qytetarit i mohojnë mundësitë e progresit. Ne jemi aty dhe ne do luftojmë pikërisht për ta balancuar këtë raport. Një nga çështjet, dhe po e mbyll. Një nga çështjet që unë dua ta adresoj, që nuk duket sikur është një çështje direkte e avokatit popullit, është raporti i gjobave. Mua më shqetëson profili. Po këtë desha ty, kush janë 3 problemet kryesore me të cilat ti përballesh sot që i ke studiuar, se rrugës mund dalin. Aktualisht problemet kryesore janë me burgjet, janë me pronat, janë pensionet. Por burgjet, pensionet dhe pronat. Pronat, problemi pronat. Ka problemet e jashtëzakonshme me pronat. Ka dorë pronat. avokati popullit e pronat? Për ditë ne merremi atë. Kemi një seksion që është seksioni i administratës publike që ka për ditë përballje me ASHK-n, për zvarritje, për proceset e legalizimit. Pra ne edhe ndërmjetësojmë, edhe ushtrojmë presion, ka disa raste që rekomandojmë procedime administrative e tjerë. Por unë dua që ta zgjerojmë diapazonin. Unë dua që ne të futim edhe ke raporti i shtetit me qytetarin për gjobat. Për profilin ku shteti e shikon gjobën si mënyrë për të pasuruar dhe jo si një mënyrë për ta korrektuar. Ku gjoba kthehet në tarif që të pasurit mund ta paguajnë kollaj dhe gjithë barra i shkon të varfërve. Pra, ne duam të ndërhyjmë dhe pavarësisht se nuk janë përdorur, avokati i popullit është institucion kushtetues i jeve të drejtë adresoj gjykatën kushtetuese, të çojë projekt ligje në parlament dhe padyshim të ketë akses në çdo zyrë të dokumentë të shtetit. Ju e dini që avokati i popullit po të shkojë sot në një burg, është i vetmi institucion që ka drejtë të hyjë aty pa marrë një leje. Patjetër. Për të inspektuar, për të monitoruar, për të nitur zërin, për të nisur procedime tjera. Po dua përgjigje të vërtetë dhe të sinqertë. Të paktën këto dy. Çu ishin të gjitha. E para, a do keni ju kurajo t'i thoni jo ose të kritikoni qeverinë në momente kyçe? Jo për këto kritikat me një raport vogël, po të përballeni me qeverinë. Shiko, ka dy autoritete që janë jashtë rolit të avokatit popullit, që është Presidenti i Republikës dhe Kryeministri. Gjithë puna tjetër është puna e qeverisë, sepse ne monitorojmë administratën publike. Pra padyshim që merremi me ministra, merremi me drejtorie, merremi me institucionet e tjera, siç është për shembull në rastin e ASHK-s, merremi me bashkitë, merremi me policinë, pra padyshim që je përballë qeverisë. Dhe ju do keni mundësi ta shikoni punën që unë do të bëj. Megjithatë, keni parasysh një gjë. Po ta shikosh, edhe qendrimin sot të zotit Beqaj, edhe qendrimin e zotit Rama, unë nuk jam i preferuar i Partisë Socialiste. Nuk jam i preferuar i Partisë Socialiste. Ata zgjodhën midis këtyre që erdhën nga opozita. Po, ata kanë bërë kalkulim politik. Dhe unë mendoj, s'kan dashur njëri nga PD-ja, kanë dashur edhe në Angli, nëse do kishte të njëjtët kandidat, ke njërin që të vjen me doktoraturë nga Universiteti i Oxfordit, ke disa kandidatë të tjerë, nuk është në rastësi më bush që zgjidhet, po nuk është rastësi. E para, e dyta, mu mos ke dashur që të jetë kandidat që është zgjatimi i Partisë Demokratike, që mos ta fuqizojmë Partinë Demokratike. Ndoshta kanë pas më shumë frikë nga PD-ja se mund të kenë pasur më nga unë. Kjo është zgjedhja e tyre. Një pyetje që është thelbësore. Çfarë instrumenti do përdorni ju për të reaguar në një moment që pushteti thotë ka mbyllë gojën se s'm duhet gjë fare me ty. Do bësh raporte. Dhe ky pushtet e bën zakonisht rëndom këtë dhe me poste të tjera, dhe ju keni parë së fundmi. Si do reagojë avokati i popullit në një rast tillë? A keni një instrument? Se për shembull, siç e mendoj unë, një instrument mund të jetë dorëheqja. Është dinjitoze për të thënë për sa kohë ju s'më merrni për themin shqyrtim ose s'më merrni në refene, po përdori fjalë popullore këtë gjë, unë s'kam se të jem këtu. Pra, a ka një instrument që ju mund të përdorni për të bindur, po quaj mazhorancën këtë rast apo pushtetin, kushdo qoftë pushtet? Ishte për dorëheqje, unë do kisha ikur dhe isha kthy prapë në Angli. Sepse ishte shumë e kollaj. Pra, kjo që unë zgjodha është rruga më e vështirë. Rruga më e kollajt është dorëheqja. Dhe ju e dini shumë mirë, e unë e përmend edhe pak më herët, roli i avokatit popullit ka vetëm një rrogë modeste. Nuk është një pozicion i lakmuar për njerëz që duan të rinë rahat. Është një pozicion që na vendos në përballje. Instrumentat që ne kemi është hetim administrativ, kallëzim penal, rekomandime dhe raportet që ne bëjmë në fund të vitit, që dorëzojmë parlamentit, një pjesë e cilave ka të bëjë me integrimin evropian, dhe ka bëjë me hapjen e kapitujve, pra ka disa instrumenta, ne jemi të inkorporuar në institucione ndërkombëtare, të cilat marrin në mbrojtje avokatën e popullit kur intimidohet apo sulmohet nga qeveria. Pra, është një opozitë e institucionalizuar e punës publike. Kush është diferenca? Unë kam hequr dorë nga aspirata për të bërë politikan. Pra, unë nuk e shoh tashmë si... Hequr dorë për fare? Unë kam hequr dorë
Dhe qëllimi këtu nuk është për shënuar pikë politike. Qëllimi është për të përdorur këtë pushtet që na ka dhënë kushtetuta për të mbrojtur të drejtat e qytetarëve shqiptar. Ky është thelbi. Nëse unë dal mbas 5 vitesh që të kem një bilanc pozitiv, ndoshta të shkruaj edhe një libër, do ta quaj që e kam përmbush misionin që unë kam pasur kur u ktheva në 2021 në Shqipëri. Adet, falenderoj për këtë intervistë. Mua mbetet t'ju uroj suksese dhe gjithsesi shpresoj që ato që thoni t'jenë realisht realizueshme. Unë kur shkamër do të bëj vetëm një thirrje qytetarëve shqiptar, përtej zhurmës politike, avokati i popullit është institucion që paguaj me taksat tuaja. Hajdeni, në qoftë se ju, fëmijët tuaj, prindërit tuaj përballen me një zyrtar publik të korruptuar apo që shpërdoron pushtetin që ne kemi dhënë, hajdeni, ankoni, sepse avokati i popullit është aty për t'ju mbrojtur ju. Unë jam avokati juaj. Na gjykoni me punë. Na jepni mundësinë që të punojmë dhe na gjykoni nga puna që do bëjmë. Atëre, unë falenderoj Shabanin, ne do ta mbyllim për sot, nesër dhe pas nesër, në respekt të Krishtlindjeve, duke respektuar ata që i festojnë, ata që i besojnë, ne do t'jemi nesër me një emision se si festojnë shqiptarët festat e funditit, ku futen Krishtlindje Vitirit. Ditën e njëjte është emisioni i përvitshëm prej 7 vitesh tashmë, që e njëjtja e fundit e vitit janë personazhet e vitit përzgjedhur nga emisioni Opinion. Do t'i rikthehemi aktualitetit në fillim në 2 ditët e para të javës së fundit të vitit. Gjithsesi, edhe ky është një anuncim që varet nga zhvillimet, se ju e dini që tu çfarë nuk shpërthen të plas bomba në dorë. Kështu që do shohim nesër dhe pas nesër. Natën e mirë dhe mirupafshim.